more than a month. Deklarata e sotme e ambasadorit evropian, Ivo Orav, tregon se negociatet për përzhinje në Qorsokak, ndërsa ardhja të dërguarit special Johannes Handel dhe Victoria Nuland do të bëjë presion më të madh mbi partitë të cilat janë pjesë e negociatave të përzhinjes. Sipas analistit politik Ismet Ramadani, deklaratat e ambasadorëve të huaj tregojnë se nuk ka vullnet nga lideri politik për të dalë nga kriza politike. Jo rastisht pritet pra që ardhja e zonjës Victoria Nuland jo vetëm të jep shtytje bisedime, por në një mënyrë pra të jep një farë ultimatumi për dalje nga kriza, sepse vetë fjalët e Oravit se duhet ditët të numërohen pra për të filluar dalja pra nga kjo krizë, e jo të priten muaj e vite, flet se këtu ndodh diçka shumë serioze. Profesori së drejtës ndërkombëtare Ljubomir Forchovski theksoi se Maqedonia tashmë nuk ka kohë për, siç e quan ai, deklarata poshtë dhe të përsëritura, por se priten vepra. Sipas tij, forcat duhet të drejtohen ka formimi i qeverisë së re. Në prvите 10 dena od juli da imаме nova vlada. Në 10 ditët e para të korrikut pritet që të ketë një qeveri të re, ajo është më e rëndësishme sipas marrëveshjes së përzhinës. Qeverin duhet të ndërtojnë të huajt në aspektin e strukturës së qeverisë, që do të thotë se ata në tryez duhet të përcaktojnë strukturën e ministrave që duhet të dalin nga kontrolli i partisë, sikur Ministria e Punëve të Brendshme, Financave, Arsimit, Punës dhe Politikës Sociale. Kështu që ata mund të jenë mbështetës të Prokurorisë Publike Speciale dhe të vërtetimit të listës së votuesve, të cilët janë çështje tjera prioritare. Sipas Forchovskit, deklaratat e sotme të ambasadorëve të huaj nuk kanë përmbajtje konkrete. Sipas tij, Maqedonia ndodhet në një periudhë kohore kur politikanët duhet patjetër të veprojnë dhe të ofrojnë zgjidhje konkrete.